Po në bazë të indikacioneve, domethënë janë disa kështë dy rrugë përpara. Një është kthimi në LDK, tjetra është formimi i një iniciative tjetër apo partije tjetër që siç duket vetë se janë bërë disa hapa në atë drejtim. Dhe tash domethënë jemi faktikisht në pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese dhe vendimi i gjykatës do ta përcaktoj ndoshta kalendarin e zgjedhjeve, të themi ashtu, sipas gjitha gjasave do të ketë përsëri zgjedhje. Nëse ka zgjedhje përsëri, atëherë mund të presim pra një rikthim në politikë të presidentes dhe kjo ose do të jetë brenda domethënë strukturave të LDK-s ose me një iniciativë tjetër që sikur të jetë pra kemi të bëjmë me një rikthim në politikë dhe gjithashtu kemi të bëjmë me kjo nuk kupton se do të ketë fragmentim të më të thjeshëm të skenës politike. Tani, Vjosa ka filluar disa aktivitetet të saj që nuk lidhen drejt për drejt me punën e saj si presidente, që lënë për të kuptuar se ajo do të rikthehet shumë shpejt madje në politikë dhe po duket se më e natyrshme dhe në gjykimin tim po ashtu mendoj se është rikthimi i saj tek partia saj e vjetër, qoftë duke u kthyer drejt për drejt në LDK, qoftë duke bërë ndonjë marrëveshje nëse ajo tenton të formojnë ndonjë iniciativë të re të saj. Besoj se më e natyrshme do të ishte që ajo të kthehet direkt në LDK dhe LDK-ja duhet i ketë dyert e hapura për Vjosa Osmanin. Ka pas një qarje, natyrisht një krisje mes saj dhe LDK-s, por mendoj se të dyja palët këtu e kanë pjesën e vetë fajit, nuk mundet që i gjithë fajit i lihet Vjosa Osmanit, pse ajo në një moment të caktuar e la LDK-n, duhet por edhe rrethanat e asaj kohe. Përderisa në anën tjetër për LDK nuk do të ishte hera parë, kur njerëz që e kanë braktisur atë fillimisht për shkak të mos pajtimit të tyre, kryesisht jo për ideologji, por më shumë për mënyrën e drejtimit të partisë, janë rikthyer sërish dhe këtu e kujtojmë tazëm lidhjen demokratike të Dardanis, por edhe individ të tjerë, të cilët në të kaluarën kanë qenë më të afërt me LDK-n. Por mendoj se fryma përgjithshme është që ajo të kthehet, natyrisht ka zëra kundër, do të ketë zëra kundër, por mendoj se LDK-ja duhet të jetë e pjekur mjaftueshëm dhe e hapur që të pranojë në xhirin e saj jo vetëm zonjën Vjosa Osmani,